Atëherë, si lexoni mungesën e kryeministit Edi Rama në interpelancën për Akshin, është një shmangje politike apo një procedurë e mbështetur ligjërisht? Për sa i përket pjesës pjesëmarrjes kryeministit në jetën parlamentare, u bë kohë tashmë që kryeministri nuk ka interes të bëjë debat parlamentar dhe debat publik. Besoj pjesën më të madhe të kohës dhe në interpelanca, por dhe në detyrimin ligjor që ka për të qenë prezant kur diskutohen tema të rëndësishme, ai ka shmangur kryesisht këto situata dhe mos prezenca për më tepër në një interpelancë ku e ka me detyrim ligjor referuar dhe rregullores së kuvendit, mendoj që bëhet vetëm për të shmangur pjesën e detyrimit ose llogaridhënies që duhet bëj së pari para qytetarëve, po dhe para deputetëve të opozitës. Kështu që nuk e shoh pozitive, është një qëndrim i përsëritur i cili dëmton demokracinë, mendoj. Vetëm një ditë përpara protestës së Partisë Demokratike nesër në datën 8 maj, si është një klimën politike në vend? A ekziston rreziku i rritjes së tensioneve? Situata politike në gjithë të kohë mendoj që mbas zgjedhjeve të 11 majit është një situatë tensionuar, sidomos për faktin të ndërhyrjeve me disa dosje penale për zyrtar të rëndësishëm të qeverisë, kryesisht zënës kryeministrës zonës Balluku dhe çështjes penale të hapur ndaj saj, por dhe çështjes së Akshit, që u përmend që është një çështje një aferë e madhe korruptive. Kjo të paktën referuar dosjes prokurisë dhe referuar hetimit që po kryhet, por dhe çështje të tjera të cilat dëmtojnë drejt për drejt politikisht këtë mazhorancë dhe në këtë kontekst klima pavarësisht mënyrës dhe maksimalizimit që i bën opozita, klima politike është acaruar dhe mendoj që vjen në dëm të Shqipërisë në përgjithësi, por mund të jetë një faktor shprehëse për gjithë ata të cilët duan një lloj ndryshimi në Shqipëri. Si e komentoni përplasjen në kuvend për raportin e Parlamentit Evropian dhe akuzat e opozitës për bllokim të debatit parlamentar? Në vazhdimin e pjesës që thash për sa i përket pjesës debatit parlamentar, më duket se në Shqipëri çdo ditë më tepër bijem në një situatë ku nuk ka demokraci parlamentare, kur pushteti legislativ është krejt formal, çdo mocion për debat dhe çdo çështje që trajtohet kryesisht nga deputetët e opozitës ndërpritet brutalisht dhe diskutimi mbyllet në një moment caktuar dhe nuk arrihet që të çohet një temë diskutimi deri në fund për interes, siç e thash, qytetarëve dhe jo në interes të politikës. Dhe problematika që vijnë nga Bashkimi Evropian konkretisht duhen në mënyrë pa diskutueshme që trajtohen, sepse objektivi i Shqipërisë sipas kryeministrit dhe qeverisë lidhet me antarësimin BE dhe nëse nuk diskutohen tema, problematika, raporte, sugjerime që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe nuk bëhen pjesë e debatit të përgjithshëm, atëherë humb dhe thelbi i dëshirës dhe vullnetit që ka Shqipëria për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Këto lloj bllokimesh janë mekanizma që kryesisht Partia Socialiste i përdor thash për të shmangur debatin politik në mënyrë që mos të marrë kosto politike. Ka një sër problemesh dhe situatash të cilat nuk i levertisin politikisht dhe mundohet që të gjejë artifica apo situata për të krijojë ngjarje për të shmangur këto që të mos ketë debat parlamentar. Në aspektin juridik, a ka të drejtë mazhoranca që të refuzojë interpelancat ndaj kryeministrit me argumentin se një çështje është nën hetim? Dhe referuar rregullores së kuvendit, i cili është ligji për kuvendin e Shqipërisë, nuk mundet refuzohet një interpelancë. Pavarësisht është në hetim apo s'është në hetim, pushteti legislativ është një pushtet tjetër, është i ndarë nga pushteti gjyqësor, që do të thotë çështje të cilat edhe pse mund të jenë në hetim,
mund të kenë interes për debat parlamentar. Dhe ky pushtet është i detyruar ta ushtrojë funksionin e tij pavarësisht se paralelisht po ushtron pushtetin dhe një institucion tjetër që është gjykata në këtë rast apo prokuroria. Duhet që për çdo mocion ose për çdo kërkesë për interpelancë të thirren qoftë ministra, qoftë kryeministri, por dhe raste ose të ngrihen problematika të cilat i interesojnë qytetarët. Parlamenti, referuar kushtetutës, është vendi ku bëhet debati politik, trajtohen çështjet më të rëndësishme dhe kalojnë ligjet më të rëndësishme të Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, çdo qeveritar, çdo pushtetar, kryesisht kryeministri dhe ministrat, por dhe deputetët duhet të bëjnë këtë debat. Dhe po s'bën këtë debat me interpelanca dhe me mjetet e tjera procedurale që ka përcaktuar rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë, normalisht nuk funksionon jeta parlamentare. Nuk mund të kemi miratime sa më të mira të ligjeve, nuk mund të trajtohen çështje të nxehta të cilat janë në interes qytetarëve. Dhe për këtë arsye, prandaj thash më herët që dëmtohet demokracia dhe këto veprime duke gjetur artifica apo duke gjetur pengesa për t'u shmangur debatit, mendoj që dëmtojnë Shqipërinë maksimalisht. Nga ana tjetër, referuar dhe aksidentit të ndodhur disa ditë më parë në Durrës edhe diskutimet që po bëhen për masa më të ashpra, a ka nevojë Shqipëria për një reformë më të fortë në kodin rrugor dhe për ashpërsim të ndëshkimeve pas rritjes në masë të aksidenteve? Kodi rrugor në Shqipëri ndrohet çdo 3 muaj, çdo 6 muaj. Masat janë nga më të rënda nga më të ashprat. Historikisht kemi pasur ndryshime të dhunshme në kod rrugor, po dhe në kod penal për sa i përket aksidenteve. Çështja nuk zgjidhet vetëm duke i dënuar njerëz, sepse mbas aksidentit nuk ka më vlerë dënimi sepse jeta është marrë. A mësojnë tjerët apo jo, praktika ka treguar që dhe me dënime të forta dhe me heqje patente dhe me masa të tjera shtrënguese të rënda dhe me arreste në burg, nuk ka arritur dot shteti që të siguroj ose të uli numrin drastikisht të aksidenteve. Kemi probleme me kulturën dhe me mënyrën e sjelljes në rrugë, dhe kjo e dëmton besoj gjithë shoqërinë. Ky është reflektim dhe i aksidentit në Durrës. Fatkeq. Kodi rrugor i ka të përcaktuar masat, sjelljet, mënyrën e veprimit të shoferëve, të policisë shtetit e tjera. Duhet që ai të zbatohet. E njëjta gjë edhe për dënimet penale. Dënimet janë dënime të rënda. Aksidenti me pasojë vdekjen e disa personave është deri në 20 vjet në dënim. Pra është me dënim gati sa vrasje. Nuk ka arsye për ndërhyrje ligjore. Çështja është si zbatohen këto masa, gjobat, mënyra parkimit që mund të jenë burim aksidentesh, sjellja me pijet alkolike, kontrollet e policisë, kamerat, lëvizja në rrugë që janë rrugë të cilat përdoren nga fëmijë, përdoren janë afër shkollave, apo janë zonat banuara, duhet kishte tregues të shtuar ose kujdes të shtuar të policisë shtetit. Pra është ndryshe të lëvizësh me shpejtësi në autostradë, është ndryshe të lëvizësh me shpejtësi ekstreme në një zonë banuar, sepse fakti tregoj po dhe raste të tjera që dëmet në zonat banuara janë shumë të larta. Në asnjë vend botës nuk tolerohen shoferët që lëvizin me shpejtësi në zonat banuara. Dhe në Shqipëri ka ndodhur krejtësisht e kundërta, janë toleruar në zonat banuara dhe ata e kanë përsëritur apo janë toleruar me pije alkolike dhe e kundërta janë gjobitur për 10 kilometra te kalimi në autostradë. Pra, këtu duhet të zbatohet ligji njëtrajtësisht, duhet të shikohen kush janë rastet problematike dhe aty të ndërhyhet. Nuk ka nevojë për ndryshime ligjore. Ligji është i saktë, ka nevojë për zbatim sa më të mirë të gjithë mekanizmave shtetëror ligjor që mundet të kontrollojnë sjelljen e qytetarëve.